Ai është zhdukur, pra mundet që ta kenë eliminuar, t'i kenë zhdukur edhe eshtrat. Një pjesë tjetër është që mund ta kenë futur në acid, pra në vask me acid ku i kanë shkrirë edhe eshtrat. Një pjesë tjetër është që e kanë hedhur në det të coptuar dhe të gjymtuar, pra kështu që në mënyrë që të humbasin gjurmët. Zhdukja misterioze e Ervis Martinaj vijon të mbetet një nga enigmat më të mëdha kriminale në Shqipëri, ndërsa në ditët e fundit janë rikthyer sërish dyshimet dhe teoritë mbi fatin e të shumë kërkuarit të botës së lojrave të fatit. Avokati Alban Duraj ka hedhur dyshime të forta mbi mënyrën se si mund të jetë eliminuar Martinaj, duke deklaruar se një nga pistat që po diskutohet është ajo e zhdukjes së trupit në mënyrë makabre, përmes acidit, me qëllim që të mos mbetej asnjë provë. Sipas tij, fakti që prej vitesh nuk është gjetur asnjë gjurmë konkrete, shton dyshimet për një eliminim të organizuar profesionalisht. Deklaratat e Durajt rikthejnë në vëmendje dosjen e bujshme të Martinajt, i cili u zhduk pa lënë gjurmë në gusht të vitit 2022, që prej asaj kohe janë ngritur disa pista hetimore, nga ekzekutimi për hakmarrje te konfliktet mes grupeve kriminale dhe larja e hesapeve për pazare të prishura. Në javët e fundit mediat kanë raportuar edhe për dëshmi të reja dhe lëvizje në hetime, ndërsa familjarët kanë insistuar vazhdimisht se Ervis Martinaj është vrarë dhe se autoritetet duhet të zbardhin fatin e tij. Babai Martinaj deklaroi më herët se djali i tij është vrarë dhe çështja nuk po hetohet si duhet. Emri i Martinajt ka qenë ndër më të përfolurit në kronikën shqiptare, sidomos pas përplasjes së përgjakshme në Ish Blok në vitin 2018, ngjarje për të cilën ai u hetua dhe më pas u dënua nga gjykata. Pavarësisht kalimit të viteve, zhdukja e tij mbetet pa autor dhe pa përgjigje, ndërsa teoritë për eliminimin e tij vazhdojnë të shtohen. Deklaratat e fundit të avokatit Alban Duraj kanë rikthyer edhe një herë në qendër të debatit publik misterin që vazhdon të trondis opinionin publik shqiptar.